Si sot 15 vjet më parë, më 24 mars të vitit 1999, NATO filloi fushatën e bombardimeve kundër forsave serbe që i dha fund të luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Institucionet dhe qytetarët e Kosovës e vlerësojnë këtë ditë si një ngjarje me rëndësi vendimtare për historinë e vendit, që 6 vjet më parë shpalli pavarësinë, duke nxitur reagimin e zemëruar të Beogradit dhe serbëve lokal. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje, Besim Abazi. 15 vjet më parë, NATO-ja filloi fushatën e bombardimeve kundër forcave serbe, duke shënuar kësaj fillimin e fundit të luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Fushata pasoi refuzimin e Beogradit për nënshkruar marrëveshjen e negociuar në Rambuje për të dhënë fund luftës në Kosovë. Fushata e bombardimeve nga ajri që zgjati 78 ditë në tokë u shfrytzuar nga forcat serbe për sulme hakmarrëse kundër shqiptarëve. Mbi 10.000 veta u vranë, mbi 800.000 u ndoqën nga Kosova, ndërsa rreth 5.000 të tjerë në fund të luftës llogariteshin si të zhdukur. Më 10 qershor NATO-ja nënshkroi marrëveshjen me Ushtrinë Jugoslave për tërheqjen e tyre të plot nga Kosova, ndërsa 2 ditë më vonë trupat paqëruese të KFOR-it hynë në Kosovë duke i dhënë fund luftës, por edhe sundimit të Beogradit. 15 vjet më vonë rreth 5.000 trupa të NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë dhe prania e kësaj force pritet të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë. Shënimi i kësaj dite në Kosovë bëhet sipas përkatësisë etnike. Institucionet e Kosovës 24 marsin i vlerësojnë një ditë me rëndësi vendimtare për historinë e vendit. Presidenti i Kosovës Atibeti Jahjaga tha në një deklaratë se kjo është një nga ditët më domethënëse dhe më kuptimplote për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ndërsa kryeministri Hashim Thaçi tha se kjo është ditë e madhe për Kosovën dhe gjithë shqiptarët. Është dita fillimit të fitores së madhe, prandaj uroj gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës në këtë ditë të jashtëzakonshme dhe historike për popullin tonë. Uroj dhe falenderoj shumë të gjithë partnerët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n për mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme që kanë dhënë Ushtrisë Lirimtare të Kosovës, në mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë dhënë popullit Kosovës, vlerave të civilizimit, vlerave humane, përpjekjeve tona për liri. Në kuadër të veprimtarive për shënimin e këtij përvjetori, Komuna e Deçanit në Kosovën Perëndimore i dha titullin qytetar nderi kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. 9 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s, Kosova shpalli pavarësinë e saj që deri tash është njohur nga mbi 100 vende të botës, në mesin e cilave Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Vlerësimet për 24 marsin ndërkaq janë kryer ndryshe tek komuniteti serb dhe zyrtarët e Beogradit. Kryeministri serb në largim Ivica Dačić e quajti sot agresion ndërhyrjen e NATO-s. Sigurno da je svi događaji koji su usledili. Sigurisht ngjarjet që pasuan shkuan drejt coptimit të tërësisë toksore dhe suverenitetit të Serbisë, ai duke nënvizuar se Serbia po punon që kur më të mos vihet në situatë të tillë. Ai kishte deklaruar gjatë fundjavës se vendet që po mbajnë leksione Serbisë për tërësinë toksore dhe suverenitetin e Ukrainës ishin të parat që njohin pavarësinë e Kosovës, që është kjo që si thot ai kishte hapur kutinë e Pandorës. Diskutimet e tilla pasuan krahasime të bëra nga vetë krerët rusë ndërmjet zhvillimeve në Gadishun dhe Krimesë dhe Kosovës, pohime që janë hedhur poshtë nga përfaqësues ndërkombëtar, por edhe ata vendas në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.